Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ i orës 13:30 në News 24, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Partia Demokratike bojkoton Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Territoriale. Partia Socialiste reflektoni ose ne marrim shumicën. Berisha, me vendimin e gjykatës kushtetuese për Ballukun, mbyllet mundësia për hetim të ministrave. Endri Shabani është kandidaturë e opozitës. Tauland Balla e cilëson më të mirin që është zgjedhur ndonjëherë si avokat i popullit. Rumani, mira qytetar protest kundër abuzimeve dhe korrupsionit në drejtësi. Zelenski sinjalizon se mund të heqë dorë nga NATO nëse perëndimi garanton sigurinë. Sulmi në Australi shkaktoi 15 të vrarë gjatë festës hebreje, autor Babe Bir pakistanez të lidhur me ISIS. Njihemi tani më gjërësisht me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente. Socialistët do të vijojnë punën e komisioneve të posaçme për reformën territoriale dhe atë zgjedhore, pavarësisht paralajmërimeve të opozitës për bojkotin e tyre. Socialistët e motivojnë vendimin për të vijuar punën e këtyre komisioneve pa opozitën për shkak të kohës. Pas mbledhjes së grupit parlamentar, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se mazhoranca nuk i pranon shantazhet. Mazhoranca socialiste nuk të ndohet përballë bojkotit të opozitës në dy komisionet e posaçme parlamentare të reformës zgjedhore dhe asaj territoriale. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, pjesë të cilit ishte edhe kryeministri Edi Rama, u theksua se puna në dy komisionet do të vijojë, pasi nuk ka kohë për të humbur. Kreu i grupit Partisë Socialiste Tauland Balla tha se nuk pranohen shantazhet. Kushte, kërcënime, shantazhime me histori komisionesh apo votimesh në Kuvendin e Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste, ndaj grupit saj parlamentar nuk ka. Me historinë që ne ikim, ne zvim, ne zvotojmë, ata të shohin punën e vet, ne do shohim punën tonë. Do të presim reflektim nga ana tyre dhe në janar, për shkak të mbylljes së sesionit, me fillimin e sesionit të ri, të rikthehen punës. Nëse opozita nuk reflekton, do të vendoset që në dy komisionet socialistët e kenë shumicën e anëtarësisë për të vijuar punën. Në rast se ata mendojnë që mund marrin peng komisionet për shkak se komisionet janë bipartizane me barazi mes pakicës dhe shumicës, atëherë ne do respektojmë vullnetin e shqiptarëve, të cilët kanë saktuar se kush është shumica dhe kush është pakica. Pakica nuk e merr dot peng nevojën e reformës. Në mbledhjen e grupit të vendos ngritja një komisioni etike brenda strukturave të Partisë Socialiste. Sot është prezantuar një projekt i parë që ka të bëjë me një goditje të çdo lloj forme të emrimeve nepotike, që vijnë edhe me një mbulesë pse jo partijake. Balla komentoi edhe zgjedhjen e Endri Shabanit si avokat të popullit, duke nënvizuar se ishte kandidatura më e mirë. Unë uroj suksese avokatit të ri të popullit. Endri Shabani është një kandidatur që vjen nga opozita. Ky është rasti më i mirë i zgjedhjes ndonjëherë të avokatit të popullit në Shqipëri. Kanë ardhur 6 kandidatura nga opozita dhe hyn të 6-ta në votim dhe u zgjodh njëra prej tyre. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryeministri Rama u ka kërkuar deputetëve të përqendrohen tek ligjet që lidhen me procesin e integrimit evropian. Në këtë mbledhje mori pjesë edhe zëvendës kryeministre dhe ministri e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku. Balluku i është rikthyer angazhimeve politike pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila riktheu në funksionin e saj deri në zhvillimin e seancës së 22 janarit 2026. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha nga SPAK, ku shkoi për masën e sigurisë, se vendimi i gjykatës kushtetuese për heqjen e pezullimit nga detyra për Belinda Ballukun i heq mundësinë prokurorisë për të hetuar ministra. Berisha komentoi edhe shkuarjen e agjentëve të BKH-s në kryeministri. Shkuarjen e agjentëve të BKH-s në kryeministri me patlake, Rama i tmerrur e mbajti të fshet 20 e sa ditë dhe nxori të nesërmen e vendimit të irenave të kushtetuesës.
të vendimit antikushtetues, antiligjor, të turpshëm, të paprecedent në historinë e Europës dhe të botës, për një vend me shtet ligjor. Kjo i dha zemër Edi Ramës. Ai foli dje sepse pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbyllet absolutisht çdo mundësi e institucionit të hetimit të hetoj ministra. Ai mori garanci të plot sepse në rast se nuk ka pezullim, imunitetin dhe arrestimin ai nuk e lejon kurrë, siç nuk e lejoi në rastin e Sajmir Tahirit. Ajo mas e vetme që u kishte ngel në dur institucionit të prokurorisë ishte pezullimi në rastin e ministrave. Pasi pariti gjykatën kushtetuese gjerë në Tjegulla, bllokoi një mas të tillë. Një akt si ky nuk ka ndodhur kurrë, po u kam bindjen më thellë se qytetarët shqiptar me datën 22 dhjetor do mblidhen në Tiranë për t'i dhënë përgjigjen më të merituar vendimit të Edi Ramës për të mos lejuar hetimin dhe hetimin e parave që ka vjedhur me Belinda Balluku. Gjykata ka liruar 2 të rinj që u arrestuan pas sherrit masiv pranë një gjimnazi në Shkodër, ku mbetën të plagosur 3 adoleshent. Për rrjedhoj, gjykata e Shkodrës saktoi masën detyrim paraqitje për Klevin Thepin dhe Doronestro Kullën, të dyshuar si organizator të këtij sherri. Pas sherrit masiv mes adoleshentëve pranë gjimnazit Shejnaze Juka në Shkodër, gjykata ka liruar 2 të rinj të arrestuar, duke caktuar masën detyrim paraqitje për 24 vjeçarin Klevin Thepi dhe 19 vjeçarin Doronesto Kulla. Prokuroria kërkoi masën e arrestit me burg për 2 të rinjt, por gjykata lehtësoi masën ndaj tyre. Ngjarja ndodhi më 12 dhjetor, ku në sherr u përfshin rreth 15 adoleshentë të moshave 17-18 vjeç, konflikt që degradoi deri në përdorimin e sendeve të forta e mjeteve prerëse. Përpasoj, 3 nga adoleshentët u plagosën, ndërsa bëhet me dije se janë jashtë rrezikut për jetën. Sipas hetimeve, konflikti dyshohet se ka pasur zanafill një përplasje të mëparshme mes nxënësve, ndërsa 19 vjeçari Doronesto Kulla dyshohet se ka shkuar në ndihmë të vëllait të tij 17 vjeçar. Klevin Thepi dhe Doronesto Kulla u arrestuan si organizator të sherrit, ndërsa 5 të mitur të moshave 16-17 vjeç u proceduan në gjendje të lirë. Paralelisht, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan materiale në prokurori për një nga 17 vjeçarit e përfshirë në sherr, të cilit gjatë kontrollit fizik ju gjet dhe ju sekuestruar një sasi lënde dyshuar narkotike. Shkaqet e konfliktit mes 2 grupeve të adoleshentëve mbeten ende të paqarta, ndërsa hetimet për rastin vijojnë. Policia e Shkodrës ka identifikuar 2 të rinj për të cilët dyshohet se dogjën qëllimisht 2 automjete në lagjen Iliria. Ngjarja ndodhi më 9 dhjetor dhe policia ka vënë në prang nga një 19 vjeçar si autor të dyshuar, si dhe procedoi penalisht një 16 vjeçar si bashkëpunëtor në djegjen e automjeteve. Mëtej, policia ushtroi kontrolle në banesën e 19 vjeçarit, ku u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri mitraloz i lehtë, municion luftarak, një sasi lënde narkotike, kanabis dhe veshjet e përdorura gjatë vendosjes së zjarrit. Vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje, si dhe për zbardhjen e shkaqeve, përse 2 të rinjt ju vunë flakën automjeteve. Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin nacional Maqellar-Peshkopi pranë fshatit Melan. Sipas informacioneve paraprake, 2 automjete janë përplasur me njëra tjetrën. Si pasojë e aksidentit, një çift bashkëshortësh ka mbetur i lënduar dhe është transportuar me ambulancë drejt spitalit të Peshkopis për ndihmë mjekësore. Mësohet se gruaja e plagosur ishte shtatzën. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilat po kryejnë hetime për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Dyshohet se mjegulla e dendur dhe prania e akullit në rrugë mund të kenë ndikuar në ndodhjen e përplasjes. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar, të ulin shpejtësinë dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor.
Një aksion i policisë ka quar në prang nga 16 persona, mes të cilëve 9 shtetas të huaj me akuzën e ndotjes së mjedisit në zonën e metalurgjikut në Elbasan, po ashtu 2 kompanive u janë hequr licencat dhe aksionerët e tyre janë shpallur në kërkim. 16 persona janë arrestuar dhe 8 të tjerë janë shpallur në kërkim në kuadër të operacionit të koduar metalurgjiku. Policia e Elbasanit tha se këta persona ushtronin aktivitet të paligjshëm në përpunimin e mbetjeve dhe prodhimin e ferrokromit, duke shkaktuar ndotje masive të mjedisit. Pas një hetimi disa mujor të ndjekur me metoda speciale, ka rezultuar se 2 subjekte tregtare të cilat ushtronin aktivitet në zonën e ish metalurgjikut në Elbasan, kanë shkelur legjislacionin mjedisor duke ndotur ajrin, ujrat dhe tokën, si dhe duke mos respektuar rregullat për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe përpunimin e mbetjeve të baterive. 9 nga të arrestuarit janë shtetas të huaj, mes të cilëve një shtetas korean, një nepalez dhe 7 indian. Një prej të arrestuarve është shefi i sektorit të mjedisit në Bashkinë Elbasan, Ismail Dybeli, i cili akuzohet për veprat penale, shpërdorimi detyrës dhe falsifikimi dokumentave. Në kërkim janë shpallur 8 shtetas, aksioner të këtyre kompanive për veprat penale, ndotja e ajrit, ujrave dhe tokës, fshehja e të ardhurave, punësimi paligjshëm dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në bashkëpunim, teksa po punohet për kapjen e tyre. Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara lidhur me menaxhimin e integruar të mbetjeve gjatë inspektimeve, ndaj këtyre kompanive u vendosën masat administrative 3 milion lek dhe 10 milion lek gjob, si dhe u pezulluan aktivitetet e të 2 subjekteve deri në përmbushjen e kërkesave ligjore. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme. Shkëputemi tani për publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer sërish në studio, vijojmë me të tjera informacione. Fondacioni Mane ka dhuruar 30 poltron të rinj me parametra modern dhe ka riparuar 7 poltron ekzistues në pavionin e onkologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, duke ju përgjigjur nevojave të pacientëve që vinë nga e gjithë Shqipëria. Pavioni i rinovuar u vizitua edhe nga themeluesi i Fondacionit Mane, Samir Mane, i cili theksoi se kjo nismë do të shtrihet edhe në spitalet të tjera të vendit që pacientët ta marrin shërbimin pranë vendbanimit të tyre. Tashmë pacientët që trajtohen me kimioterapi në pavionin e onkologjisë pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza nuk do të përballen më me pritje të gjata dhe kushte të papërshtatshme gjatë mjekimit. Fal një ndërhyrjeje të realizuar nga Fondacioni Mane, kushtet e trajtimit janë përmirësuar ndjeshëm, duke ju përgjigjur nevojave të një shërbimi ku çdo ditë trajtohen pacient nga e gjithë Shqipëria. Në kuadër të kësaj ndërhyrjeje, Fondacioni Mane ka dhuruar 30 poltron të rinj me parametra modern, ka riparuar 7 poltron ekzistues dhe ka kontribuar në përmirësimin dhe zgjerimin e hapësirës të trajtimit. Për herë të parë është krijuar edhe një ambient i ri për marrjen e kimioterapisë ditore, i cili tashmë është plotësisht funksional dhe në dispozicion të pacientëve. Fal këtyre përmirësimeve është rritur ndjeshëm kapaciteti i trajtimit dhe është mundësuar një organizim më i mirë i shërbimit, duke shmangur grumbullimet dhe pritjet e gjata të pacientëve. Mund tjetë e vogël, por për njerëzit është të madhe. Pra çdo lloj gjëje që është për t'i dhënë një dinjitet si trajtimit, si çdo gjë. Minimalisht dinjitet, se një pjesë të Shëria në aspektin e vet po bën gjithë përpjekjet, pra aktualisht ne kemi shtuar akseleratorin e tretë, pra që është një ndihmë akoma më e madhe për të thënë për trajtimin e pacientëve. Po gjithë po punojnë në një drejtim që të afrojmë trajtim me dinjitet dhe ajo që pak a shumë bëhet edhe jashtë. Pra mos të jemi mbrapa në një atë që ka drejt pacienti që ta marrë. Pavioni i rinovuar u vizitua edhe nga themeluesi i Fondacionit Mane, Samir Mane, i cili theksoi se kjo nismë nuk do të mbetet vetëm në Tiranë, por do të shtrihet edhe në qytete të tjera të vendit për të ndihmuar sa më shumë pacient.
Po të shkojmë në përrete, sa ta vinë në Tiranë, do shumë më mirë akoma? Mirë akoma, se nuk lodhen. Ta shkojmë të shumë të rëndësishme për vitin tjetër ta fusim në program edhe në gjithë spitalet rajonale. Dikush mund të ketë mira, s'ka nevojë. Kjo ndërhyrje është pjesë e misionit të Fondacionit Mane për të mbështetur shëndetin dhe mirëqenien në komunitet, përmes investimeve me ndikim të drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm në jetën e njerëzve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky sinjalizoi se Ukraina do të heqë dorë nga aspiratat për të antarësuar në NATO në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë, sipas Financial Times. Sinjalizimi erdhi përpara takimit të mbajtur në Berlin mes Zelenskit dhe negociatorëve amerikanë që synojnë të japin fund luftës 4-vjeçare në Ukrainë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe të dërguar amerikan zhvilluan negociata për më shumë se 5 orë në Berlin, pa sinjale për ndonjë rezultat potencial, duke thënë vetëm se bisedime do të vazhdojnë edhe të hënën. Para nisjes së takimeve, Zelensky let kuptohet se Ukraina do të heqë dorë nga aspiratat për të antarësuar në NATO në këmbim të garancive perëndimore të sigurisë, sipas Financial Times. Megjithatë, heqja dorë nga NATO-ja nuk është vendim i lehtë për Zelenskyn, pasi antarësimi në aleancë është synimi i përfshirë në kushtetuesën e Ukrainës. Prej fillimit, dëshira e Ukrainës ka qenë të bashkohet NATO-s. Këto janë garanci reale të sigurisë, deklaroi Zelensky në përgjigje ndaj një gazetari. Në mesin e kërkesave kryesore të Moskës është që Kievi të mos antarësohet kurrë në aleancën ushtarake perëndimore. Shumë vende anëtare të NATO-s, përfshirë SBA-n, e kanë përjashtuar mundësinë e hyrjes së Ukrainës në aleancë, të paktën në kushtet aktuale. Negociatat e Zelenskit me zyrtarët amerikanë dhe ata europian synojnë ndaljen e luftës së Rusisë në Ukrainë, që ka nisur pothuajse 4 vjet më parë. Moska në anën tjetër e ka nënvlerësuar rëndësinë e bisedimeve në Berlin, pasi palët vazhdojnë të mos pajtohen për çështje territoriale dhe garanci të sigurisë, teksa vazhdojnë përpjekje diplomatike. Ukraina dhe Rusia i kanë vazhduar sulmet. Një sulm rus me dronë në një qendër tregtare në Zaporizhia la të plagosur 6 persona, përfshirë një fëmijë. Mira njerëz dolën në kryeqytetin e Rumanisë Bukuresht dhe qytete të tjera të dielën për të mbështetur gjyqtarët dhe prokurorët që denonconin abuzimet sistemike në sistemin e drejtësisë së këtij vendi. Një dokumentar i publikuar në media tregoi se kryetarët e gjykatave, të cilët mbështeten politikisht, përdorin boshllëqe ligjore për praktika jo etike, duke përfshirë lirime të dyshimta dhe se gjyqtarët dhe prokurorët që ankohen shpesh përballen me masa disiplinore. Një raport hetimor rreth korrupsionit gjyqësor shkaktoi protesta në Rumani, duke tronditur një koalicion qeveritar që tashmë ishte nën kritika për bllokimin e reformave. Rreth 700 gjyqtarë dhe prokuror rumun nënshkruan një letër të hapur në mediat sociale, duke u ankuar për mos funksionim të thellë dhe sistematik në sistemin e drejtësisë. Mira njerëz dolën në rrugët e kryeqytetit të vendit, Bukuresht, dhe qyteteve të tjera të dielën për të mbështetur gjyqtarët dhe prokurorët që denonconin abuzimet sistematike. Presidenti Nikus Ordan u përgjigj duke njoftuar se do të zhvillonte konsultime me anëtarët e gjyqësorit më 22 dhjetor, duke thënë se kur ka kaq shumë magjistrat që ankohen për një problem integriteti në sistemin e drejtësisë, gjërat janë shumë serioze. Letra erdhi pasi media e pavarur Recorder transmetoi një dokumentar javën e kaluar që pretendonte se kryetarët e gjykatave, të cilët mbështeten politikisht, përdorin boshllëqe ligjore për praktika jo etike, duke përfshirë lirime të dyshimta, dhe se gjyqtarët ose prokurorët që ankohen shpesh përballen me masa disiplinore. Gjyqtarët e organit mbikëqyrës gjyqësor të Rumanisë thanë se dokumentari ishte një përpjekje për të destabilizuar sistemin e drejtësisë. Rreth 10.000 njerëz marshuan në Bukuresht vonë të dielën, duke brohoritur drejtësi, jo korrupsion, ne ju shohim, dhe pavarësi, jo bindje. Mira protestues u mblodhen gjithashtu në qytete të tjera në të gjithë Rumaninë. Brukseli e mbajti sistemin e drejtësisë të Rumanisë nën monitorim të veçantë,
pasi ajo u bashkua me Bashkimin Evropian në vitin 2007, por pasi kjo u hoq në vitin 2023, ritmi i hetimeve kundër korrupsionit u ngadalsua dhe gjyqësori ka dhënë disa lirime nga akuzat ndaj zyrtarëve të lartë që kanë ngritur shqetësime se lufta kundër korrupsionit të zhveur. Australia u zgjua e tronditur nga sulmi i vdekjeprurës me armë zjarri në plazhin Bondi të Sydneyt, ku 15 persona mbetën të vrarë të dielën nga 2 emigrant pakistanez, babe bir të lidhur me ISIS. Të shtonat kishin shënjestër komunitetin hebre në Australi, teksa ky komunitet nisi festën e Hanukas, e njohur si festivali i dritave. 40 persona u dërguan në spital pas këtij sulmi. Kryeministri i Australisë Anthony Albanese bëri të ditur se do të kërkojë ligje më të ashpra për armët, pasi 15 persona u vranë në plazhin Bondi të Sydney të dielën. Të shtënat kishin në shënjestër hebrejt që merrin pjesë në një event për festën e Hanuka. Viktimat përfshin një vajzë 10 vjeçare, një rabin të lindur në Britaninë e Madhe dhe një oficer policie në pension që punonte si fotograf. 40 persona u dërguan në spital pas sulmit, përfshirë 2 oficer policie të cilët janë në gjendje të rëndë, por të qëndrueshme, tha policia. Viktimat ishin të moshës mes 10 dhe 87 vjeç. Sipas policisë, persona që shkaktuan tragjedin janë babe bir nga Pakistani, 50 dhe 24 vjeç. Ky fundit u plagos dhe ndodhet në spital në gjendje të rëndë, ndërsa 50 vjeçari mbeti i vrarë. Autorët e sulmit, Sajid dhe Navid Akram, kishin lidhje me ISIS. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio dënoi sulmin duke thënë se antisemitizmi nuk ka vend në këtë botë. Lutemi për viktimat e këtij sulmi të tmerrshëm, komunitetin hebreu dhe popullin e Australisë, theksoi zyrtari amerikan. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se disa muaj më parë i kishte shkruar letër kryeministrit të Australisë Albanese, duke i thënë se politikat e vendit të tij për të njohur shtetin e Palestinës po hedhin benzinë mbi zjarrin antisemitik. Kjo nxitu urrëtie ndaj hebrejve që tani po përhapet në rrugët tuaja. Antisemitizmi është kancer, ai përhapet kur udhëheqësit heshtin, prandaj dobësia duhet të zëvendësohet me veprime, theksoi Netanyahu. Regjizori legjendar i Hollywoodit Rob Reiner dhe bashkëshortja e tij Michelle u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre në Los Angeles. Autoritetet po e hetojnë incidentin si vrasje. Djali i regjizorit të famshëm amerikan është në qendër të hetimit për vdekjen e prindërve të tij, pasi raportohet të jetë i dyshuari kryesor në rastin e vrasjes së dyfisht që po trondit Hollywoodin. Regjizori legjendar i Hollywoodit Rob Reiner dhe bashkëshortja e tij Michelle u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre në Los Angeles. Autoritetet po e hetojnë incidentin si një vrasje pasi policia dhe zjarfikësit u thirrën në shtëpinë e çiftit të dielën pasdite në një lagje luksoze të Los Angelesit. Reiner është i njohur për regjinë shumë filmave, mes të cilëve edhe A Few Good Men me interpretimin e Tom Cruise dhe Demi Moore. Nick Reiner, djali i regjizorit të famshëm amerikan, është në qendër të hetimit për vdekjen e prindërve të tij, pasi raportohet të jetë i dyshuari kryesor në rastin e vrasjes së dyfisht që ka tronditur Hollywoodin. Nick Reiner kishte folur hapur në të kaluarën për problemet serioze të varësisë nga droga, me të cilat është përballur që nga adoleshenca. Siç ka zbuluar vetë, ka hyrë në një qendër reabilitimi për herë të parë rreth moshës 15 vjeçare. Deri në vitin 2016, ai kishte kaluar në qendra rehabilitimi me 10 herë. Korça ka mbajtur konkursin e tretë mbarkombëtar të letërsisë humoristike Niko Nikolla. Në teatrin Andon Zako Çajupi për 2 net u bashkuan ardashës, shkrimtar dhe humorist nga disa vende të botës. Konkursi i tretë mbarkombëtar i letërsisë humoristike Niko Nikolla ka bashkuar 31 autor të prozës, poezisë dhe komedisë. Ata kanë përçuar mesazhe përmes humorit dhe satirës me krijimtarinë e tyre, ndërsa organizatoria e konkursit Flora Nikolla, vajza e gazetarit Niko Nikolla, theksoi rëndësinë e konkursit për zhvillimin dhe promovimin e letërsisë humoristike. Qëllimi kryesor i organizimit të këtij evenimenti është
ngritja në një shkallë më të lartë të nivelit të letërsisë humorit. Sepse për hir të vërtetës, përveç stagnacionit, në të cilën ndodhet kjo letërsi, e cila është më serioze se ajo që është serioze, edhe mbështetja ose përkraja që kanë nga të gjitha krahët, nuk flas vetëm për shtetin, por për gjithë faktorët që bashkëtojnë në një shoqëri, është në një shkallë jo të nivelit të duhur. Aktori dhe karikaturisti Ubiar Kapexhiu, duke vlerësuar konkursin, theksoi se humori mbetet një nga zhanret më të vështira të artit, por edhe një nga më goditësit. Humori është zhanri më i vështirë i artit. Prandaj, edhe duke parë këtë stend me libra, prapje i kënaqur se prodhohet. Pra ka njerëz që merren në humorin, ka njerëz që shkruajnë, ka njerëz që mendojnë për humorin dhe satirën dhe për t'i dhënë lexuesit jo vetëm buzëqeshjen, jo vetëm të qeshurën, por nëpërmjet shkrimeve t'i japin edhe mesazhin, t'i japin problematikën të cilët ata e godasin, me të cilat ata tallen, me të cilat ata e stigmatizojnë. Përveç letërsisë humoristike, në hollin e teatrit të Korçës janë ekspozuar edhe karikatura me mesazhe të forta sociale dhe aktuale. Karikaturisti Endri Bequ ka sjellë në këtë event një punim që pasqyron botën e sotme. Shpreh energjinë time atë pjesën aktuale të sociale të problematikave të botës, që janë karikatura tema sociale, ironike, bashkëpunime edhe me gazeta, me këto revistat, ekspozit që kanë bërë ndërkombëtare. Nata e parë shënoi çelin zyrtare të konkursit, ndërsa e dyta ceremoninë e ndarjes së çmimeve për botimet më të mira humoristike.